Gjykata e posaçme ka lehtësuar masat e sigurisë për dy ish-zyrtarët e lartë të administratës publike, Gentian Gjyli dhe Ralde Lezi. Ish-kreuja e Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe ish-drejtori Kesh nuk do të qëndrojnë më në arrest shtëpie, por do t'i nënshtrohen masës detyrim për paraqitje dhe ndalimit të daljes jashtë territorit të Shqipërisë. Vendimi i GKK-s vjen pas tejkalimit të afateve të masave të sigurisë dhe lidhet me hetimet për shkelje të barazisë në procedurat e prokurorimit publik. Gjyli dhe Elezi janë të pandehur në dosjen që lidhet me tenderin për ndërtimin e tunelit të Llogaras me vlerë rreth 190 milion euro. Në të njëjtën çështje është marrë e pandehur edhe ish-zëvendës kryeministri dhe ish-ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Për Gjylin, akuza lidhet me procedurën e tenderimit të tunelit të Llogaras, ndërsa ndaj Elezit hetimi përfshin edhe rolin e tij në procedura të tjera prokurorimi, përfshir lotin e 4 të Unazës së Madhe. Më herët, GKK-o kishte pranuar kërkesën e SPAK për zgjatjen e masës arrest në shtëpi për të dy ish-zyrtarët, por me përfundimin e afateve, gjykata ka vendosur ndryshimin e masës së sigurisë. Gjyli dhe Elezi janë gjithashtu të pandehur në një tjetër proces që lidhet me 7 procedura prokurorimi të zhvilluara gjatë viteve 2020-2022 në Agjencinë për Eficiencën e Energjisë dhe ARSH-n. Në këtë dosje, SPAK i akuzon për shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera. SPAK është duke vazhduar hetimin për çështjen e tenderit të tunelit të Llogaras edhe për procedurat e 7 loteve të Unazës së Madhe me një vlerë totale për rreth 450 milion eurosh, çështje që kanë çuar para drejtësisë disa zyrtar të lartë.